Deri në fund të muajit mars, Komuna e Zhelinës do të bëhet me pallat të kulturës. Kështu së paku, thot kryetari i Komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu, i cili njofton se faza e parë ka kushtuar rreth 350.000 euro dhe se e njëjta është financuar nga TAV Maqedoni, ndërsa faza e dytë thuajse në të njëjtën shumë është financuar me mjete nga Kredia Hungareze përmes Ministrisë së Kulturës. Ndërtimi ka zgjatë 3 vite, për arsye jo se është punuar në mënyrë permanente, por se është përfunduar njëra fazë dhe është dashur që na u dashur kohë të gjejmë mjete për fazën e dytë. Tani jemi duke përfunduar, unë jam i gëzuar që jemi duke përfunduar atë projekt, se ka raste ku edhe kanë ngecur me dekada projekte tjera, por nuk është një rast i tillë tek ne. Projekti ka kushtuar afërsisht 600.000 euro. Me të përfunduar tërësisht, Komuna e Zhelinës do të bëjë kërkesë në Ministri të Kulturës që Pallati i Kulturës në Komunë të Zhelinës të jetë i karakterit nacional e jo vetëm lokal, me çka do të siguroheshin fonde për mirëmbajtje dhe funksionim të vazhdueshëm. Ideja dhe qëllimi jonë është që këtë pallat kulture ta shpallim me status nacional, pra që të jetë pallat kulturës nacional që të financohet, që nuk kupton financohet nga burimet e buxhetit shtetëror dhe jo nga komuna, dhe me këtë ne të gjejmë pra resurse të vazhdueshme dhe të përhershme të mirëmbajtjes dhe funksionimit të këtij pallati kulturës. Përndryshe në komunë të Bogovinës ka gati 10 vite që Pallati i Kulturës ka filluar, por ka mbetur vetëm në skelet, beton dhe hekur. Zëvendës kryeministri Bekim Sali ditë më parë tha se janë të gatshëm që të ndihmojnë kudo që paraqitet nevoja për zhvillim të kulturës, sidomos në vendet rurale.